Pikpamjet e shprehura në këtë episod të podcast Travec janë personale dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të organizatës Futja Ngjyrë. Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 2 de saison 1 de podcast Traveci. Paraprakisht kemi thonë që nëse bëhen më shumë se 100 shikime në YouTube kena me vazhdu me episodin e dytë, kështu që po është juve pse na jena të bë dytin, edhe tretin, se janë më shumë se 300 views-a. Po e gore, faleminderit për zemërsisht gjithëve juve që na keni shikuar edhe që na keni mbështetur edhe që na keni thonë me vazhdu. Sonte me mu është një musafir i veçantë për mu dhe për qytetin. Sa mirë me bo një prezantim të tillë. Një person i cili ka jep shumë për qytetin e Mitrovicës, edhe që dynshëm, edhe që vazhdon të jap shumë, sidomos në aspektin shoqëror dhe në aspektin artistik, muna me thonë, atë themi. Me mua sonte në studio është Lulzim Hokaj. Luli, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit qofsh, nëse apo do të më shti këmishën apo më mirë ç'është? Çu du shtes që apo më rën mirë? A mirë ç'të? Mirë. Mirë është. Mirë. A mos hajt. Ne. Ç'është dush? Edhe rrypën apo s'ket mirë. Po rrypën e kam po. Mirë. Luli, Faleminderit. përshëndetje, mirë se na erdhe. Respekte për ju, respekte paqet Gjithmonë. Ta bona një prezantim të shkurtën, Shumë më mblivdove. Ja, kjo s'është kur që qashtu ardhë. Ja. Trust me. Qyshe përmena edhe ma herët. Që kështë të thonë, na si të rinjë, ose me mirë të themi edhe si fëmijëri të qytetit Mitrovicës, jemi pësu me të po hershëm në disa ekrane televizive. Kisha dosht ma shumë pak me na tregu ti në aspektin profesional me që e mirë ndër vite, edhe masani na dalim edhe tek shoqëria civile edhe tek punën e hatashme që e bën tash e caku. Para se më janis e kam marrë një dhuratën me ta pru ty që se po të shkon për emision. Faleminderit shumë. Këto gotat zbrasta, shishja, dyshushë dekorume, po jo. Tash dimë të dhem fyty, Po tash, kjo është një ilaç për fyt për gjithë ata teleshikus, telespektatorë, teledirigjues, diktatora, që shpithon këta tash ta. Influencerat, edhe është ilaç për fyt. Shumë faleminderit. Disa prej Cifilax, a? Po. Disa prej bakterieve shumë të rrezikshme që gjenden në fyt, mundesh me eliminu me to. Faleminderit shumë që kujdesesh për shëndetin e Mitrovicalive. Faleminderit edhe ty. Atë jetën artistike që thatë mbon artist, ndoshta komponu pak, por jo shumë. Në teatrin e qytetit Mitrovicës kam luajtur diku një 4-5 shfaqje. Në ekrane televizive kam fillu përmes emisionit fantastik Vikendi që ka qenë atë kohë me të ndjerin Zotër Blerën Peci. Edhe pastaj pak të oksigjeni. Televizionin e Mitrovicës e kam pas çdo rregullisht ndoshta prej moshës tinejdžerllakut duke u heqë emisione të ndryshme të cilat nuk kishin në fushën e njëjtë sikurse Vikendi dhe Oksigjeni, por ma serioze me sportistë, me artistë të ndryshëm e tjerë. Kam shkruajt pak në mediume të ndryshme, gazeta në atë kohë që kanë ekzistuar sot asaj ditës së ekzistojnë. Tash jemi mësu Gazeta online. Gazeta online, por në atë kohë kanë qenë ndoshta më të mira, më interesante, por përvojë edhe më e mirë. Edhe aktivisti shoqërisë civile që për vitin 2007 deri sot. E cek edhe vet, unë si e dën, edhe besoj shumica e shoqënisë teme edhe të rinjve të Mitrovicës si na mësu mas shumë të ndoshta me po mas e përmende mas vondi, po mas herti në televizionin e Mitrovicës, në TV Mitrovica, me emisionet e tua karizmatike që ke pas, për ata që se njojnë Luli i ka debatutat hatashme që mundet me ma ngjall atë keshmen tem që tut na kursempi asoj se tani më hupin keq shikust. Edhe mas dyti në emisionin Vikendi që ish e përmena dhe ti një emision i shkëlqyshëm, domethënë ka qenë po flas personalisht një emision i cili na ka bë bashkë këtë familjen, kena dosh me qysh se ka qenë humor, edhe kanë qenë temat cilat i kanë prek secili na, më kupton, jo për shembull vetëm tinejdxerat ose adoleshentat ose të mëdhej ose pleq, po për secilin ka qenë një emision fantastik me të ndjerin
që përmende zotrin Vlerin Peci, edhe mos gabofsha edhe në këtë aspekt keni qenë pak ma lokalist, apo? Po, ekipi ka qenë kryesisht i përbërë ndoshta prej artistëve ose aktorëve të Mitrovicës, ka qenë Mirsad Ferrati, ka qenë Gjejlane Tërbunja, Fisi Ademi, të tjerë, organizator ka qenë Tali nga Vushtreja, montazher ka qenë Shqiproni nga Prizreni, e kështu me radhë, thot një kast shumë e madhe e aktorëve të cilët kanë qenë atë kohë, ka qenë Niki Strefi, qysh në fillimet e para, e kërkoj gjithë dhe ata tjerë që s'po moj mi kujtu në, por Je plak Luli. po fillu më plaka pak edhe po shihet flokët më kanë zbardhur. Jo, flak është mjekra Luli, flak janë altë. Flokët janë shku mote. E kam për ty një dhuratë, një shnoll apo një komcore, apo si që thojnë kësaj na. Po shnoll. Dvim edhe me ngjit plisin. Po për ples Për na mos me ashta se dik. për flok. Kjo ka. Faleminderit shumë. Me nder qafsh. Do ta mbaj kujtim. Po dolëm pak në aspektin e shoqërisë civile Luli, për ata që të njohin, si që amone për shembull, jo tash shumë kohë se nuk jam më ca një kioti si që po shihet. Deshta me të pyet se shoqëria civile sa është e zëshme, po qëndrojnë apet lokalisht për shkak se jena ma të njoftum që të dy. Une personalisht pak ma shumë në aspektin e mjedisor, po edhe jo, tash e ca kohë. Deshta me ditë sa është e zëshme, sa është e mos ta me bujshme, po shoqëria civile në vendimarrjen edhe në zërin e qytetarëve, të themi ashtu. Qysha keni Do me ta bëj shefin apo don Këto janë ato fol, thut jena dol me pina ilaç për fyt. në aspektin lokal pak bëjmë. Pak. Ekzistojnë ndoshta raste që janë shumë të vogla ose mundesh me numëru me Gishtat ka. gishtat e njërës kompozitor, por arsyeja pse ndoshta qëllon mbas asaj që shumica organizatave qeveritare në Mitrovicë fondet i marrin prej fondeve ndërkombëtare të ndryshme dhe të gjitha ato projekte dhe ide që kanë janë ndoshta shumë të koncentruar ose të fokusuar në zbatimin e kritereve të cilat janë dhënë nga donatorët. Të pakta janë iniciativat që i përmendet i pak mjedisore, kulturore e tjera që ne si shoqëri civile rrallë herë bëhemi bashkë që të zbatojmë. Vlem të kujtojmë vitin 2017 ndoshta një prej iniciativave që është shembull ku shoqëria civile në Mitrovicë ka qenë një zë i fuqishëm ndaj autoriteteve lokale në komunën e Mitrovicës për mos rënimin e objektit të ish armatës sovjetër jugoslave në Mitrovicë, që në atë kohë autoritetet lokale tentonin që atë objekt ta shndronin në ndonjë parking apo diçka tjetër, mirë po një bashkëpunim shumë i mirë ndërmjet aktorëve shoqërisë civile në Mitrovicë reagoi me kohë dhe qysh në fazë të planifikimit ajo ide u hodh poshtë që të mos vazhdoj tutje. Kujtoj në atë kohë ka qenë iniciativë shtatare dhe ne të gjithë e kemi parëndsinë e atij objekti ku sot qëndron, sot vepron muzeu i qytetit, sot vepron shkolla e muzikës dhe besoj që aty do të jenë përkohësisht do të kenë objektet e tyre ndoshta më të mira dhe më të përshtatshme, kurse ajo të shndrohet në ndonjë muze diçka të trashëgimisë kulturore në Mitrovicë. Ndeshta me mbet këtu, për shkak edhe të asaj bisede që e patëm në prapaskin, për shkak se e përmende vetë se lokalisht është vetëm kur ka me thonë asiloj që siloj le të themi raste që për ime do të me reagu krejt, është ka një lloj le ta themi jo hatër mbetje për një lloj noti ndoshta në mes qytetit kur në aspektet kur dikush ka me bë diçka,
kur ka me bo dikush diçka, so ka përkrohje, jo në këtë rast specifik, po në përgjithësi në shoqëri civile kur dikush e ka një iniciativë me bo diçka të mirë, a has në inatën, pengesat të tilla për shkak të barrierave të ndryshme, ja themi. Edhe varet për iniciative. Nëse marrëm ndonjë, për ke qenë shpesh edhe në iniciativat mjedisore ku I kemi realizu dhe ka qenë ideja për të mirën e qytetit, për me gjelbru një zonë caktume, kemi mbjell bashk, kemi pastru bashk, e shumë të tjera, edhe nesër do të vazhdojmë prapë njëjtë zbashku, por ndoshta për shkak që organizatat e shoqërisë civile janë shumë të diversifikuar në qytetin e Mitrovicës dhe kjo hatërmbetje ndoshta është shumë e nivelit bazik që nuk ja vlen as që më jep shumë vëmendje. Arsyeja pse po them është që nëse ti vjen te unë në një organizim, edhe unë vite ti. Por hatërmbetja ndodh që nëse ti s'vjen te unë, as unë s'kam marrë te ti. Do të thotë që nuk është ndoshta relevante për qëllimin e atij aktiviteti, qëllimin ose rëndësinë e atij aktiviteti që është realizu, por kjo vazhdon ende vazhdon të jetë prezent, por po shpresojmë që edhe këtu ka dalet ndoshta të përmirësohemi. Shpresoj, na zakonisht për njëri tjetrin jena për me bojna shumë, edhe dina me bo shumë, edhe kena pas raste shumë të panëmërta, sa shumë kena bo për njëri tjetrin, po thjesht thash të përmendi. Ti tash e so vite jetu mirë me organizatën në REC, Reconciliation Empowering Communities, transparenca, duke I përforcuar komunitetet, shoqërinë apo çka po thaj? Edhe na trego pak a shumë për punën që e bëni. Mos t'ja thamë në krejt shikuesve. REC-in kemi themelu para 6 vitesh në qytetin e Mitrovicës me dy miqmi, me dy kolegë mi, të cilët edhe ata kanë qenë aktivistë më hershëm, sepse edhe ne kemi fillu aktivitetin në shoqëri civile ndoshta edhe më herë, që është për vitin 2007 ne kam nisë së bashku me Besnikun. Besniku ka qenë tjetër kohë, kam qenë shoqë në Nona Terezë, aty I kam marrë hapat e parë ndoshta të aktivizmit, ose të vullnetarizmit, se si duhet me qenë si duhet me qenë aktiv në këto procese, edhe pastaj kemi vazhduar me organizata të tjera lokale, ndërkombëtare kështu me radhë, por në 6 vitet e fundit kemi themeluar REC-in, edhe në Mitrovicë më shumë të fokusuar, por punojmë ndoshta edhe në komuna të tjera, kryesisht këtu 7 komunat në pjesën veriore. Ka veriu, do thotë 4 veriu dhe 3 janë Mitrovicë, Vështrë dhe Skenderaj, edhe qëllimin e kemi që çdo iniciativë, çdo projekt që e bëjmë që diçka më mbet qytetit, dhe fokusohemi më shumë në drejtat njerëzit, në mjedis si shtylla, edhe në temën e paqebërjes ose peacemaker që bëtojmë të atërit. Por të trijat mundohemi që ndoshta me I gërshëtu ndërmjet veti edhe përmes aktiviteteve që I realizojmë. Po dyshim unë muna me cek që dime I keni gërshëtu, I keni bë bistek shumë mirë. Këtë lloj 3 shtylla që I keni për ata që e din, për edhe për ata që se din. Unë kam marrë pjesë në jo me REC-in, se po e përmend që është para 6 viteve, po kam marrë pjesë në aktivitetet të cilat ke qenë ti trener ose facilitator ose koordinator. Dhe len me cek si ti si Besniku, si Erzeni bëni një punë të shkëlqyshme. Deshta mu lidh pak sa është e vështirë për shkak se aktivitetet që I kom po në shumicën edhe që më interesojnë mu mas shumë ti, se muna me thonë unë jam produkt direkt I organizatave dhe I organizimeve, projekteve tilla që kanë bojnë me paqebërjen dhe me paqembojtjen. Deshta me ditë sa është e vështirë në këtë aspekt mu angazhu dhe me na tregu pak ma shumë nështë për projektet të cilat I keni pas, fa kam përfshi artin apo mjedisën, siç e përmendet ti. Po, në këtë periudhë 6 vjeçare, do thotë iniciativën e parë që kemi pas ka qenë peticioni kundër hidrocentraleve, do thotë është një shtyllë veçantë e mbrojtjes mjedisit ku hidrocentralet në Kosovë kanë shkaktuar mjaft dame ambientit, edhe po vazhdojmë sot detutje me shkaktuar ende. Pastaj të dytë, ndoshta kemi pas guximin me qenë part në qytetin e Mitrovicës që kemi nisë një iniciativë të tillë.
ku kemi përfshirë dhe gjitha territoret, gjitha komunat veriore në peticion. Kurse të dytin e kemi dediku kundër dukurisë, pequja është të dukurisë të Gërmovës, që është deponia në qytetin e Mitrovicës, është pranë fshatit Kostovë, ku kemi bërmatjen e nivelit të ndotjes në ajër, ujë dhe tokë. Një analizë shumë e mirë që ka ndodhur në vitin 2018-19, edhe të gjitha ato rekomandimet të cilat i kemi nxjerrë prej atyre, i kemi dorëzuar tek autoritetet lokale, do të rekomandime falas për institucionet lokale që vetëm me fillu me zbatu një ide, një rekomandim të tillë dhe krejt çka është zbatu prej asaj që e kemi nxjerrë në atë raport ka qenë vetëm asfaltimi rrugës prej rrugës kryesore në Kostovë deri tek vendi ku hudhen në deponi ato mbeturina. Kurse këto tjerat ende vazhdon të ndotet lumi, sepse rrjedh ngadura të ndryshme edhe përmes kanaleve, përmes fshatit, kalojnë deri edhe në lumin Iber. Vazhdon të ndotet ambienti mas orës 6 zakonisht në stinën e verës, dëgjohet kundërmimi në një hapësirë shumë të madhe, edhe dëmet që bëhen në bujqësi dhe blegtori por edhe në bletari nga Gërmova. Është për të ardhur keq që institucionet lokale as ato qendrore, sepse e dim faktin që të gjitha deponit në Kosovë janë të skadume, do të nuk kanë licencë operimi, por ende vazhdojnë që të operojnë. Është fascinuese që shumë me marrë të jo një rol tillë që faktikisht i përket nashta institucioneve publike, edhe e bëni jo. Rolin tonë na e shohim si partner të institucioneve publike, por institucionet publike janë mësu gjithmonë me pa organizatat si kundërshtar. Ndoshta që bëjnë punë më mirë, ndoshta që i gjejnë fondet më shpejt, ndoshta që i zbatojnë rekomandimet më shpejt dhe përveç kësaj mungon baza e dhënave ku në proces të tillë një organizat, jo vetëm ne, por edhe ka organizata tjera që kanë realizuar ulëmtime të tilla, qoftë në ndotjen e lumit, të Sitnicës, Lushtës ose Ibrit, dhe mjafton vetëm e marrë përsipër me zbatu një rekomandim të tillë, sepse nuk janë projekte koti, nuk janë projekte të thjeshta, janë projekte që as na nuk, edhe na mësojmë krejt këto procese, sepse nuk jemi ndoshta përpikt në atë fushë që zbatojmë, por edhe na e angazhojmë njohës të tjerë dhe në bazë të njohurive të tyre, në bazë të ekspertizave të tyre, në bazë të rezultateve, të matjeve që i bëjmë në teren, nxjerrim një rezultat. Ose ndoshta është ajo ngecja është se organizatat me të vërtet janë përfshime njerëz adekuat ndoshta në institucione publike jo. Po, saktë. Ke drejt. Për arsye të ndryshme, mos i thekim tash, po. Ke drejt. Po mendoj që ndoshta ju keni qenë përfshim më shumë, sepse jeni njerëz në terren, i dini senet edhe nuk pritoni në atë aspektin me bë diçka. Ndërsa ata ju shohin si kundërshtar për shkak se po edhe potencove. Jemi më shumë terren. Kemi kontakte më shumë me qytetarë, ndoshta institucionet lokale, ndoshta jo vetëm në Kosovë, por edhe në këtë gadishullin ballkanik janë mësuar që me pas procese burokratike. Pra burokracia është një lloj qeverisi nga zyra dhe nuk dalin shumë terren. Edhe besoj që mos dalja në terren ose mos aktivizimi me grupe ndryshme të komunitetit e bën që me qalu si institucion mos me pas rezultate të mira ndoshta si organizatat që kanë. Sa është e vështirë ose sa e keni ju të vështirë personalisht ose si ekip me gjetë donator ose a ka fondet mjaftueshme të cilat i përkrojnë organizata të tilla që bëjnë hulumtime, që bëjnë punë direkte. Se mos gabofsha e pash edhe në faqen e juve zyrtare që keni pas një lloj paneli që kishit bë, ajo nuk e di a ke për deponin apo ke për ndotjen. Tash rishtazi kemi nisë një pequeshtë projekt të ri në partneritet me një organizatë nga Veriu, ku jemi fokusuar më shumë në mbrojtjen e ujrave. Arsyeja pse, sepse kemi shumë
pequj ashtu keq përdorus të ujrave që i kemi në qytetin e Mitrovicës. Ata keq përdorus të gjithë i njohim, askush nuk reagon. Edhe arsyeja pse po dëshirojmë që me e pas një situatë nështë pak më të mirë në kujdesin ndaj ujrave, si ujrat të pishëm, por edhe ujrat e lumenjve. E dim shumë mirë që janë prish shtratat e lumenjve nga ndërtues, nga ata që marrin dhej për ndërtime, zallë e tjerë, i shkatrojnë ato pjesa nene ku është shtrati i lumit dhe pastaj ai është dëm i pakthyeshëm. Por gjithashtu kemi edhe individ të ndryshëm të cilët nuk kujdesen për ujin e pishëm, e marrim edhe krejt asfaltin e ujit. Ajo është fenomen i frikshëm për mua. Po, edhe askush nuk merr. Të gjithë i shohim, të gjithë i vrejmë kush fatmirësisht ekzistojnë disa prej organizatave që i marrin, i evidentojnë këto dhëna, i fotografojnë edhe i raportojnë tek organet kompetente, por organet kompetente si duket nuk janë në nivel zbatimin e detyrës. E ky projekti ka për qëllim pikërisht për një përkujdesje pak më të madhe ndaj ujrave. Për shembull ti kur ti pastron dhëmt, ndoshta e lën atë robinetin lshut 70 litra ujë shkon derisa ti pastron një individ. Luli, ti pedin që në nuk jam asë, po. Pe morëm si shembull, po te ki robinetin digital. Po. Ja, në robinetin digital se kam, me zoe kam, me ta skrin. Ka iniciativa që ka ndodhur edhe më herët në përtrajnimet tona, në përtrajnimet të cilat kemi marrë pjesë, që të rinjt e shkollave fillore dhe të mesme kanë jep ide për instalimin e robinetave digital në për shkolla. Okay. Sepse është një ide shumë i mirë, edhe këtë ide, sikur e din institucionet relevante, vetëm me dëgju këtë ide është briljante, është shumë elementare. Hapi parë edhe institucioni do të vetë me shku, që sa për më pëlqen ideja e doni që ka e diarit, ati, edhe përvendosëm vetë na, si institucion. S'ka nevoj me ardhë shkolla, s'ka nevoj me ardhë luli e doni për organizata e shoqërisë civile me na kërku, po më pëlqen që kjo ide që e kam dëgju, edhe po shkoj vetë si institucion për marrë masa adekuate edhe me instalu vetë. Tash, na organizatat, jo që nuk e bëjnë këta që po thëmë, na organizatat gjejmë edhe fondet të ndryshme përmes donatorëve që me ble rubinetat të tillë tek bizneset e ndryshme dhe me ardhë me instalu në X shkollë. Në për institucione. Të edhin që une edhe pak do shkollë që kam kryme në këtë aspekt, une faktikisht e kam një mini bosh që i millit dhe sana individualisht dhe spanaq, dhe zele, dhe fora lëdilë dhe sana. E une për shambull e kom hek olukun, edhe e kom lidh direkt me një rezervor 300 litra. So mirë po. Mu më kanë thonë, po pse adin ujë ka bëlla, nuk jena të hek për shembull për thatësira. Po unë e kom ba atë ujë me marrë me e përdor për bashkë. Nuk e kam unë shumë të madhe që me thonë ku ta dion si fushat me patate që janë vetëm, po. Ajo për shembull ka qenë thjesht ide jeme që mos më marr shlofin ata ujë pione, konsumoj. Po. Dhe një prej iniciativave me një organizat të Prishtinës EKOZ kemi pas në Obiliq, nëse s'ka bëjnë në 50 shtëpi, kemi instalu një model të tillë para 5 viteve. Dhe sot asaj dite shfrytëzojnë të gjitha ato shtëpitë, shfrytëzojnë atë model, është shumë i thjeshtë ku vetë të rit janë mësu se si me instalu një robinet në hajde pe quajmë atë burë, edhe se si me instalu pjesën e ullukut në që me rujt atë ujë që pas mas ne me shfrytëzu për bashkë ose për diçka tjetër. Edhe një pyetje ndoshta para se me dal te pjesa artistike me thonë, se e di që ndoshta nuk ki qef me fol, po unë kisha pas qef me fol për ty, se e di që ki njohuri, edhe pse herën e kaluar në episodin paraprak që kena pas që na fokusu shumë në këtë aspekt, dhe nuk do isha unë për shembull muzika ose artin përgjithësi me marr
primat. Ose po me marr primatin edhe mos me marr për shembull podcastin një konotacion tillë që me thonë okay, po marr parasysh mas një 2-3 epizodave prap pse ju mos me thirrë ndaj artist tjetër në ardhje e sipër, siç i thonë anglisht upcoming ose edhe veç se të famshëm, po e përmena e ceka pak më herët sa është vështirë me marr fonde donator në aspektin se unë për shembull edhe vetë kam qenë i përfshirë në civile edhe vazhdoj të jem, po ju aq aktiv sa kam qenë kur jam kanë më eri, kur kam qenë. Se për shembull shumica organizatave që kam marr pjesë edhe që kam qenë pjesë, domethënë zakonisht qëndrojnë më shumë në aspektin ndërkombëtar, kanë shpresa edhe dëshira se sa a janë ndërzu prej institucioneve lokale qendrore apo nëse dëshiron me në këtë aspektin e donatorëve natyrisht që të gjitha organizatat fokusohen më shumë tek donatorë ndërkombëtar për shkak të qëndrueshmërisë së projektit, edhe natyrisht se janë më të favorshëm për krahje të këtyre iniciativave që ndoshta janë shumë të thjeshta, shumë elementare që ndoshta është dashur vetë pushteti me realizu vetë pushteti lokal. Kemi shtete ku nuk kanë organizata fare dhe i implementojnë aktivitete të tilla. Por një krahasim ndërmjet këtyre është shumë i dobishëm. Edhe më vjen keq që ende 25 vite në këtë qytet ende kemi një model shumë të thjeshtë të financimit të organizatave lokale, pequaj ashtu nga komuna, nga institucione komunale, edhe shumë i pakët. Arsyeja pse është që mbase nuk kanë njohuri rreth planifikimeve buxhetore të cilat janë në dobi të këtyre granteve, ekzistojnë rregullore, ekzistojnë mënyra të ndryshme të cilat aplikojnë organizatat në këto fonde. Këto fonde tek e fundit janë taksa të qytetarëve dhe nuk janë individuale të askujt në asnjë prej institucioneve dhe andaj gjithmonë kemi apliku. Por shumë pak kemi marrë përgjigje, mbase është niveli i përkrahjes shumë minor me quajtur ashtu. Kurse institucionet në nivel qendror kanë fillu ka pak me u përmirësu, ndoshta këto 4-5 vitet e fundit kanë fillu që me i përkrah organizatat për 2 ose 3 vite rresht. Thot me një thirrje ti mos me u lodh me apliku çdo 6 muaj në thirrjet publike, por brenda kësaj thirrjes aplikon edhe për 3 vite s'ke nevojë me apliku në njëjtën thirrje. Se vetëm vitin ndryshon sepse thirrja është e njëjtë, granti është i njëjtë, shuma mundet me u rrit, mundet me u zvoglu, por në institucione lokale ende lënë për dëshiru edhe presim që gjithmonë jemi të prit, por na nuk presim, zakonisht fokusohemi më shumë në fondet ndërkombëtare dhe mbas të fondeve ndërkombëtare ne i zbatojmë të gjitha idetë që i japin të rrit në aktivitetet. Okej, edhe në këtë aspekt deshta me pyet para se me thonë që babgjyshi jam e kish pas vetë babën e vet kur kam u bë mirë. Sa janë përfshim rinia në këtë aspekt? A janë halo zëshëm, po themi sikur tip në atë aspektin tonë kur ke qenë pak më i ri, ke qenë më i zëshëm besoj. A ka frym të rinjve në këtë aspekt themi? Jo. Edhe po. Jo, nuk ka në të mënyrën qysh kur kemi qenë të rikur ose kur kam qenë në i ri, por ka me metodat e tjera tash. Unë jam ka çuditna, sa minuta jemi deri tash? Nuk i llogarita se kam harruar me prek orën. Mirë, unë nuk e kam prek telefonin hale. Nuk ka mundësi që një i ri së ditë sodit me ne 10 minuta pa e shiku telefonën ose pa shiku në mesazh ose çka ka ndodhur Facebook, TikTok aty tjetër. Tot një angazhim i mangët në krahasim me
periudhat më hershme, ndoshta s'ka pas atëherë teknologji kur kam qenë në ri. Po ti e merr iPhone-i ka qenë edhe social me media. gazetarit Po, gazetës, po. jo të portaleve. Edhe tash është ajo frika mos me humb diçka, mos po të humb diçka, fear of missing out. Unë e kam thënë by the way. FOMO, edhe jemi gjithmonë shumë të varur për telefonet. Unë telefoneve veç kur të më thirë gruja në telefon tut, no, se tu tjerat elementës. Për porosina, ha? Që kësë përgjuna i sen shkenstaresh, kom qirë shumë me postin tënë, me vejza dhe me rësh, sa është i atashëm. Është e vërtet që e thate unë për veti, kam kritike edhe shumë për shëqnisë, nuk e një, kam cajlan, nuk du me merë me kësi sana. Po faktikisht po lidhen sanët, nëse ti nëse shikon emailën munësh munësh laptop, po ti laptopin munësh me marr me veti kudo. Sakt. Për shembull, ose më ndodh kanë në autobus, unë hi për shembull këshyri sa në YouTube, nuk du me nxirr telefonin, po e nxirri laptopin. Se ro pak si shumë çka. Po kthehemi veç edhe pak nuk po e di, është pjesa e fundit, po na po vazhdojna me xhiru. Deri sa më thot regjisori nale. Po vazhdojna, po flas më shumë në aspektin kulturor, se e di që je kogja i njoftum në këtë aspekt dhe më ponina pak se ki vite më shumë, siç po duket dhe dihet. Po deshta me ditë më shumë rreth organizimeve që merren jo domosdo direkt, po kultura sa plurale, se te e përmendë që në institucionet qendrore po ka përkraje më shumë, edhe nëse nuk gaboj ka më shumë në aspektin kulturor. Për shembull në rrugën e trashëgimit kulturor që përmendën ti, po edhe ka objekte Mitrovic, po unë se e don edhe shumë prej neve dina që ti edhe një fanatik, një fan si madh i muzikës, sidomos muzikës rock. Sakt. Për ata që nuk e din që je i flakt edhe mas elitës 5. Kështu që apë nga të regon pak ma shumë në aspektin kulturor, muzikor, artistik. Unë me kënu nuk di, por me dëgju kam kogja vesh... Po me dëgju di? Me dëgju di, edhe në... Ozhi jemi pak ma i vjetër, ma kalon amanet që kur të dëgjon muzikën, me tentu me dëgju tingullin e cilit instrument. Në momentin që nuk e dëgjoj llojin e instrumentit, tash s'po du me kritiku, sepse secila muzikë ka rëndësinë e vet, por në tekno nuk dëgjoj. Sepse nuk ka instrument që mund tingëllon vesh që muj me diktu që është gitare ose diçka tjetër, sepse është një muzikë ndoshta elektronike pak më e avancume, update-irat që po thonë të atrit. Por në shkollë fillore është shumë interesant, arsyeja që e kam pas 4 në lëndën muzikore është vetëm se s'kam ditë me kënu. Të gjitha instrumentet që kanë qenë aty i kam pas mësu me blok flautin, me disa instrumente, me harfa, me disa instrumente të cilat janë që s'po përdoren sot asaj dite. Por më pëlqen kryesisht rocku, pëlqen grupet që janë më konsolidume për mene Elitën 5. Elitën 5 përveç edhe i dëgjoj dhe kam shumë respekt për ta, kam kriju edhe shoqëri me ta, se që edhe vajzës time kam lënë emrin Elita, njërë prej vajzës Elita, që me nderu grupin në shajt asaj grupi që ka bë për neve, ose për mu konkretisht që ka ndoru një muzikë që mu më ka pëlqy, ka nejnë vesh, edhe vazhdoj sot asaj dite, ende me dëgju, me i përcjell në koncerte, por pa i lënë anash as edhe grupe tjera të cilat janë të qytetit të Mitrovicës, grupi Marigona, TNT ka qenë më herët, grupi Ma ka qenë më herët, por ende këngët e tyre jetojnë. Apo të në telefonin, mësë është gruja. Jo, s'është. Mirë në rregull. Skip. Për këtë aspekt e pruna, e posh nëse s'gaboj kishit bërë një natë kulturore, një cultural night, apo e kom po gabim. Në kuadër të iniciativave dhe aktiviteteve që i kemi në projekte, organizojmë edhe aktivitete kulturore të tilla, ka qenë një 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 një
performim ashtu të pequj shumë i jashtëzakonshëm i dy talentëve që edhe unë edhe ti njohim Erhanit edhe Anisës, ka qenë edhe një Mustafa Bent, nëse s'gaboj. Cilë i përshëndesim. I përshëndesim që të gjithë edhe janë të jashtëzakonshëm. Ne jemi promovues të veprave dhe autorëve lokal në aktivitetet tona dhe herë do kur të kemi mundësinë, gjithmonë të parët janë që i kontaktojmë Mitrovicasit dhe kështu do të vazhdojmë. Jo në ashtë atë aspekt, po edhe podcasti e ka një rrymë tillë, faktikisht, okej. Unë ta kom prish sot me podcastet, parin e ke pas pak ma chill, ma... Po me në që s'kisha thirrën e ty mos me dash Lulja. Ja, Lulje. Vërtet është unë me ty e kam bisedë atilla, sikur me Muradin paraprakisht nuk e llogariti, faktikisht është kamera këtu, unë jam duke qyr direkt sygasim të kshy telefonin, se pyetje që i kum pas harxova. Po thjesht do me ditë më shumë. Dhe e di që din më shumë, se që kam fillim që kam qenë pjesëmarrës në trajnime, në projekte tilla të cilat i ke facilitu ti, të cilat i ke boti. Artin e përmene, po a keni me vazhdu për shembull me bo a ju pëlqen më shumë apo keni me vazhdu me qëllime me projekte tilla të cilat i keni pak ma main, me thonë, pak ma kryesore. Jo, artin e përfshim në aktivitete ndoshta të atyre trajnimeve që ceka pak ma herë të paqebërjes. Ka qenë vitin e kaluar që një ditë ekskluzive kemi dedikuar artit, ku gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë në trajnim kanë pikturu ide të ndryshme për ditën ndërkombëtare të paqes. Dhe të gjitha ato piktura janë shfaqur në një ekspozitë që kemi mbajtur në galerinë në Veri. Dhe ka qenë mjaft mirë e pritun. Dhe ka qenë një ide e vetë pjesëmarrësve që kanë qenë në atë grup dhe ne si organizata është mirë, po foli tash në shumës, sepse në një ekspedim që na i respektojmë si organizatë, i respektojmë shumë mendimin e pjesëmarrësve të cilët gjithmonë janë bashkëpunëtorë tonë, por që idetë e tyre me u zbatu më shumë. Njëjtë ka qenë edhe për mjedis ideja për mbjellje, kemi pas tani pastaj edhe qëllimin që 2 sporta për kanaçe të vendosen, 4 sporta për kanaçe të vendosen në qytetin e Mitrovicës, ku i kanë mbetë qytetin e Mitrovicës, e që nuk po vazhdojnë me u mirëmbajt, sepse kanë fillu, janë thy, janë dëmtu, kanë qenë ekskluzive vetëm për kanaçe, por janë bo kosh mbeturinash, gjithashtu edhe në mbjellje të dronjve të ndryshëm dekorativ kemi si qëllim që me vazhdu prap, por po zhgënjehemi kur nuk po ka mirëmbajtje, sepse ne po ja dorëzojmë çelësat institucioneve lokale për mirëmbajtje, sepse organizatat nuk kanë mundësi që me bën një mirëmbajtje të tillë, por institucionet po qëllojnë pak neglizhente. Nuk mundu me evitu edhe këtë pjesë, dashtëm, se mos ka bufsh, ose s'po gaboj, ose se të dosh me që thonë me qëllim, ose jam të gabu. E po është, postë në fundit që i kishit pas, kishtë qenë më duket organizimi një debati politik, nëse s'ka bëj. Kemi pas debatin për zgjedhjet lokale në partneritet ose në bashkëpunim me FES-in, Friedrich Ebert Stiftung, dhe jemi fokusu që debatin me zhvillu me kandidat për asamblej komunale, jo me kandidat për kryetar. Ka qenë një debat shumë i mirë, jashtëzakonshëm, edhe ka qenë ajo që ndoshta nuk vrehet në debatet të tjera këtu në televizione që i vrejmë për kandidat për kryetar, ku ka më shumë hudhje të topit të njëri tjetri, këtu ka qenë këtu ka qenë debat më i kulturum, ku të gjithë kandidat kujtoj që 11 subjekte garojnë për zgjedhje lokale, 7 prej tyre kanë përgjigj pozitivisht ftesës dhe të 7 kandidatët të subjekteve respektive kanë pas mundësi që të shprehin idetë e tyre se çka do të bëjnë në mandatin e tyre në rast se fitojnë, cilat janë planet e tyre për kulturë, një sport,
por ma shumë i fokusuar për rini dhe politika zhvillimore. A ka qenë interesimi i madh po flas edhe pi publikët? Jo. Fatkeqësisht ndoshta ndikimi i këtyre debateve quajmë kategorisë më të lartë po ndikon edhe në këto kategori të tjera ku nuk po e shohin të rritë arsyeshme që me qenë prezent në një debat politik. Mbase edhe nuk kanë se çka të bëjnë pyetje për kandidat për asamble, sepse një lloj interaktiviteti do duhet që të ishte edhe në nivel të kuvendit komunal ose asamblezëve, por sepse ajo është organi më i lartë në institucionin komunal ku merren vendime projekte të shumta zhvillimore dhe votohen. Edhe ndoshta për shkak mos informimit dhe për shkak ndoshta mos sigurisë së tyre se çka do të mund bisedonin me ta. Jo vetëm në Mitrovicë, por ka pasur edhe në Ferizaj, në Gjakov, kemi pas përveç debatit kemi vendosur në shesh edhe një kuti të pyetjeve ku qytetarët ose kalimtarët të rastit kanë pas mundësi që t'i pyesin direkt kandidatët për kuvend, por ka qenë të mangë ta pyetjet. Thotë ka qenë shumë të pakta. Nëse ishin për kryetar, secili deklarohej që po do t'ja bëja, por për kuvend s'kam pyetje. Po. Unë mund me thonë me sa kom po, për shembull, po flas për kuvende komunale, jo vetëm Mitrovicë, ka pjesëmarrje të rinjve. Për sa i përket kandidaturës për asamble, mu vjen keq për interesim, po siç e tha ti, jemi mësu tash e sa kohë me ato debate të bajatshme dhe me akuza, me hedhje me shpifje, me faje, edhe nashta atu na stopojnë pak edhe me marrë pjesë në organizime të tilla, të cilat janë të mirë se ardhën e fatkeqësisht nuk e kisha po thirrën se me qef më të madh isha ardhur dhe ndoshta mi bë do pyetje pak më thellëse, pak më me djeks, jo si këto tuat, si këto të mia për ty, më fal. Se nuk e di atë çysh i kishin më prita, se jena mësu me persona më të lartë pak më në pozitë që t'i japin shumë kolla e nuk dalin ndoshta direkt. Edhe prej atyre musafirëve që kanë pas pyetje shumë të mira, shumë të rëndësishme, por përgjigjet lënë për dëshiru, tash përgjigjet janë në kohën e së ardhmes që nëse bëhet njëri prej subjekteve shumicë në kuvend, do ta bëjnë, nëse zbëhet. Serios pas e ka pse na shqiptarët me pas nëse. Po, këtë se në ndodhin me nëse. Është teori e shkencave, madje studiohet edhe në universitete ndryshme botërore, science në Spanjë është departamenti veçantë që studiojnë po. Spanjall çto. Malazest, pak më larg, pak më perëndimor. Ja, po bëj shako. Për fond, veç kisha dashur pak a shumë me na tregu ndaj plan afat shkurtër, s'po them ndaj sen gjatë, edhe pse ti përmend se tash kanë ardhur projekte të cilat mundën me zgjat 3 vite, po a keni më bashkëtu më shumë me një lloj kornize të themi të njëjtë, apo keni, ose nëse nuk dëni me na tregu ndaj ekskluzivitet, lënani për të dëshiruar? Kështu që jo, në aktivitetet tona veç që ne kurdo që të nisim një iniciativë të re, ose një projekt të ri, gjithmonë mendojmë qysh me vazhdu. Mos me qenë një periudhë 6 mujore një projekt të tillë dhe pas asaj 6 muaj kur gjë kërkujnë, jo vëllau kur i projekti s'ka kur gjë plan mbështet, backup plan, edhe tentojmë që me lon një vegz që me vazhdu që aty ku kemi lon para 6 muajve, që me vazhdu prap sepse po vinë gjenerata të ndryshme dhe ka gjenerata, ka të rritë gjeneratave që mbase para 10 viteve nuk din çka ka ndodhë, ose edhe më larg, por ne përkujdesemi që me pas një lloj timeline, një kështrirje shumë të rehatshme dhe të adaptueshme për secilin të ri që angazhohet në trajnimin tonë. Unë të kisha falenderuar shumë
për kohën që ke gjithë edhe për ftesën që e ke pranë. Faleminderit. Me ty është gjithmonë kënaqësi me fol, si para një kamerone s'ke të llogarit hiç, bile që tash shqipeshe nuk e di as. Jena mësu. Jena mësu. Falenderoj shumë për kohën, falenderoj shumë për bisedën, falenderoj shumë për këshillat. Unë apet kisha dashur me të falenderu për gjithçka që bën për qytetin tonë dhe për qytetarët në përgjithësi. Neve shifemi. Faleminderit edhe ty që më ke ftu, sepse me qenë ndoshta të më kishe ftu me qenë i pari nuk isha ardhur. Më qenë gjithmonë procese i dyti, edhe në edukat fizike në klasë 5 kur e kam zonë vendin e dytë në gara shkollore, kam qenë shumë i lumtur. Thotë, do me thonë që me qenë gjithmonë i pari, edhe i dyti e ka rëndësinë e vet. Faleminderit që ma ke besu që t'jemi dyti sot me ty. Unë të falenderoj shumë, i falenderoj edhe të gjithë ata viewersa, ata shikues të cilët i kemi pas. Vazhdojna, domosdoshmërisht kena me vazhdu me episodin e tretë, se janë po 322 viewsa, kështu që like, share, subscribe, ring the notification bell, të thena edhe shqip se tani pa më akuzojnë. Pëlqejeni, shpërndajeni edhe rrokni zilet e Cingron. Njoftimit. Kisha dashur për fund me thonë ose nëse është ndajkush i interesuar me qenë pjesë e podcastit, sidomos edhe për gjinisë femrore, kisha pas dëshirë çfarë do që merreni me ndonjë lloj zanati, arti, jeni të mirëseardhura dhe faleminderit shumë dhe shifemi në episodin e tretë, shumë special, pas pak.